Kishte një ushtri të pathyeshme, ç'a bën shtet një shtet. Ja pra këto gjëra. Unë kam ndërtuar ditë për ditë ditarin e luftës që bëri, e fushatës që bëri në Itali. Nuk i është dhënë asnjëherë nga historiografia shqiptare, nuk është dhënë asnjëherë merita duhur atij. Ai kishte, siç thetit, jo vetëm diplomaci përmes Palengjellit, pra ne vazhdojmë sot akoma përmend 1912 si shtetin e parë shqiptar. Ai është çlirimi i Shqipërisë nga Perandoria Otomane, por shteti i parë shqiptar ka qenë ai arbrit, e dim, por shteti i parë tamam që funksionoi me një diplomaci të jashtëzakonshme, që kishte një politikë të jashtëzakonshme që ishte Palengjelli që drejtonte. Kishte marrëdhënie dhe pakte me atë të Gaetës me Alfonsin e Pestë, po kishte me venecianët, po kishte me dukën e Milanos Francesco Sforza, po kishte pastaj me papët. Gjithë paktet ishin të shkruara, pra kishte një diplomaci të jashtëzakonshme. Kishte një ushtri të pathyeshme, ç'a bën shtet një shtet. Ja pra këto gjëra, diplomaci, një ushtri të pathyeshme, një mbështetje popullore të jashtëzakonshme të papar, një ekonomi fiorente, pasi ekonomia ja lejonte që të vazhdonte të luftonte, pasi kishte dhe ekonominë kishte të mirë, okay, kripat e gjitha gjërat kryqëzore të gjitha ishin në administrim shtetëror në atë kohë, që i krijoi gjitha janë gjëra që i ka eksportuar në Itali, në atë kohë ka pasur një eksport papar nga Skënderbeu eksportonte krip. Skënderbeu u eksportonte krip në Itali. Në Itali u eksportonte në Napoli dhe në Rom, okay, në Puglia, patjetër vinin në Brindisi janë anijet që u shkarkonin atë kohë, ka pasur punimet e pelhurnave, pasi lini u punonte shumë në Tezgjan atë kohë, ka pasur tregti komercio internazionale, pra ka pasur mundësinë që ai të kishte dhe tregti të jashtme, ka pasur pastaj, si thash, mbështetjen e jashtëzakonshme popullore, dhe ç'a tjetër duhet për ta konsideruar një shtet me të vërtet modern atë të Skënderbeu.